Din vit dhe kalova tek ekipi i djemve të bashkimit që gjej rastin ta frenare shumë profesorin Ervina Lushi dhe masanaj në gusht të 2024 edhe tek Vllaznia, ku tani më jam pjesë. Hapet e parë pra keni hedhur tek KF Bashkimi. Ka qenë vështirë të ambientohesh me futbollin e djemve, sepse jeni stërvitur me djem një farë për ju. Ka qenë vështirë për ju të ambientoheshit, të luanit? Po, thënë drejtën fillim po, por masanaj u ambientova dhe mora veten, si me thonë, për shtatë edhe me futbollin e djemve, se lush me djem nuk është e thjeshtë, se sado që t'jesh e mirë, sado fort që t'kesh, nuk vëhet ndryshim forca e djemve me atë vajzave, por që jam, jam përshtatë shumë mirë dhe kam gjetë veten në atë ekip dhe masanaj mas disa vitesh u bashkun, mas disa mujsh u bashkun edhe vajzat tjera, ku arrit me deri në 5 vajza, jo ma shumë fatkeqësisht, por që masanaj edhe u lehtësuan gjanat ma shumë. Dhe tek Vllaznia besoj që është histori tjetër, është tjetër organizim, tjetër